Nxënësit e shkollës fillore Sande Shterioski të qytetit të Kreshovës janë në përgatitjet e fundit për shfaqjen e dramës Më dyshja, e cila këtë herë do të vihet në skenë më datë 21 qershor në qytetin e Dortmundit në Gjermani. Kjo ngjarje kulturore po realizohet fal bashkëpunimit të shkollës me shoqatën Uskana në Dortmund. Autori i kësaj drame, profesor Qamil Aliu, theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit me mërgatën shqiptare, sidomos me fëmijët e tyre, duke i konsideruar si ura lidhse mes kulturës dhe identitetit kombëtar në mes të brezave të rinj. Unë në kuptimin si karakter do të them për vetvete, po edhe të tjerët janë tepër i emocionuar dhe ndjej veten se ju kemi një borxh të madh, diasporës se kemi një borxh të madh. Në këtë kuptim unë mendoj se atje duhet të shkoj me një ide të re, me një projekt të ri. Dhe gjithsesi do ta prezantoj edhe në Dortmund. Ne duhet bëjmë diçka për diasporë. Atë që deri tash nuk e kemi bërë. Dhe është një mangësi e jona dhe mos them edhe një faj i madh e yni. Do thënë, ideja ime është të bëjmë një përpjekje të re në një formë ndryshe që nuk është bërë deri sot, të integrojmë fëmijët e diasporës në pjesë lojrash sportive, lojrash pa kufi me fëmijët tanë. Më thënë, qëllimi im është se fëmijët e diasporës nuk është e thënë të kthehen në shtëpiat e veta, përkundrazi. Në kohën e pushimeve, ata 4 ditë të qëndrojnë te moshatarët e vet, të jenë pjesë e ekipeve tona, ta ndjejnë atë deliriumin e garës, dhe nëse tek ata krijohet ndjesia e mikpritjes së mirë, e dëshirës për të rikthyer në vendlindje, në Kërçov, atëherë mendoj se misioni ynë do të përmbushet plotësisht. Po, patjetër kemi nevojë për mbështetje institucionesh, po edhe në bashkëpunim me shoqatat, jam i bindur edhe këto sponsoruesit, edhe vetë mediat si që jeni ju edhe televizioni Uskana, nuk do të na lënë mbajt. Nxënësit e emocionuar për rolet që do të interpretohen shprehen mirënjohje ndaj shoqatës Uskana për mundësinë që u është dhënë për të prezantuar talentin e tyre në një ndër skenat profesionale të Dortmundit. Të dashur bashkëvendasi tanë të Dortmundit, e dashura kryesia e shoqatës kulturore Uskana Dortmund, edhe një det falënderimesh t'ju shpijem. Pak do ishte për nderin që na i keni bërë për të na mundsuar disa ditë të jemi në mesin tuaj, e nga afër të shohim bukuritë e metropolit të Dortmundit. Jam i bindur që nuk do t'ju zgënjem, sepse ne vim me një dëshirë të flaktë dhe me një dashuri për teatrin skenik. Ne, me shumë dashamirësi, presim t'i marrim në përqafim fëmijët tuaj, bashkëmoshatar e moshatar tonat, që në të njëjtën mas respekti t'u abojnë ftesën për të shijuar bujarinë e zemrës sonë, ato të sofrës së vendlindjes e të mallit të pashuar për ju. E ani dhe ndiqni shfaqjen tonë ku pasqyrohen edhe sekretet tuaja, ëndrat, fjalët e pathëna dhe ndjesitë e ndrydhura. Unë jam Vesa dhe në interpretimin e rolit përfaqësoj shkollën tonë në garat republikane në lëndën e matematikës dhe të fizikës. Këtu unë nuk jam vetëm sepse garuesi që më shoqëron është Froni, një gjeni dhe njëkohësisht një i kërisur me të cilin nuk kam kontradikta të thella. Kjo për shkakun se unë botën reale e konceptoj për nga prizmi i shkencës, ndërsa Froni, me imagjinatën e çuditshme përmes ligjeve të fizikës del jashtë universit dhe udhëton në një botë të panjohur që ai e quan Arshuala. Ai është i bindur se do të sfidoj shpejtësinë e dritës, gjithë galaktikën do të takoj vetë krijuesin. E bukura në këtë është se në një pjesë të shfaqjes është se ai më dashuron mua, kundërshtaren më të madhe të ëndrave të tij të pakuptuara. Edhe unë përzemërsisht falenderoj shoqatën Uskana të Dortmundit që do të na mbipres atje dhe di që do të kënaqemi tepër. Unë kam rolin e një gjeniu të fizikës e të matematikës. Pasioni im është studimi i fenomenit të yjesis dhe ligjeve të universit. Tek unë ekziston bindja se bota e vërtet është jashtë këtyre galaktikave, atje ku përjetësia ka kuptimin e vërtet. Sepse domosdo që ekziston një superfuqi që kontrollon gjithë shkan e krijuar nga mikroatomet, elektronet e qelizat e tjera. Që u dukem qesharak dhe krisur është se ata nuk kanë kapacitet ta pranojnë të vërtetën absolut, haki prandaj edhe profetët e kishin shumë të vështirë të përcjellin të vërtetën hak te njerëzit e rëndomët.
Por prapës prap, unë jam njeri i tokës dhe marrëzisht i dashuruar në vesën, fundja jam unë ai që ëndrat e klasësime i bëj realitet. Një falimderim të madh shoqatës Uskana që na bëri ftesën për këtë vepër ta shfaqim në Dortmund. Mua më është përcaktuar të luaj rolin e një karakteri të shturur, i cili dashurinë nuk e koncepton si diçka të thellë e shpirtërore, por si një aventurë nga e cila duhet të marrë përvojën e duhur. Prandaj, për dallim nga Zilka, një konservator i rrënjosur, që një të dashur e sheh vetëm si gruan e tij të ardhshme, me besë, me kuror, unë para pëlqej ndërroj partneret vazhdimisht. Që të mos i trem vajzat, në jetën reale nuk jam i këtill. Përkundrazi më njohin për të urtë dhe besnik. Edhe unë nga zemra falenderoj kryesinë e shoqatës Uskana të Dortmundit, që na e dha këtë mundësinë të shijojmë një përvojë të re, pikërisht në Gjermani. Shpresoj atje të njihemi me mjaft shokë e shoqe të moshës sonë. Roli im përfaqëson një karakter dominant në klasë që ka guximin të shpalosë ambicjet e veta, ëndrat e mëdha. Prandaj, nuk ka kush që mund të më lëkundi në bindjet e mia. Si për të tjerët, ashtu edhe për mua, fokusi është tek dukja ime në natën e gjysmëmaturës. Preferoj një fustan shumë të veçantë që do të më dallonte nga shoqet e mia. Po kështu, jam edhe me partnerin e përzgjedhur që nuk e lejoj kërkush të marrëmbej. Kuptohet që kjo i iriton të gjithë dhe shfaqja merr kahjen e zhvillimit të zënkave që sharake në skenë. Pikërisht këtu qëndron e bukur e artit skenik. Dua të falenderoj shoqatën kulturore Uskana të Dortmundit që na e mundësoi këtë lojë dramatike ta shfaqim në sallën teatrale të qytetërimit gjerman dhe mezi pres i takoj atje njerëzit tanë dhe dashamirët e artit skenik. Faleminderit shumë. Shfaqja më dyshja do të vihet në skenë më datë 21 qershor në Dortmund dhe pritet të jetë një moment i veçantë për shqiptarët atje, duke sjellë në skenë frymën dhe pasionin artistik të brezit të ri nga vendlindja. Me padurim, mirëpafshim në Dortmund.